VMRO DPMNE vlerëson se lidhja social-demokrate e Maqedonisë nga Afrika për të ballafaquar me qytetarët tenton ta prolongojë afatin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Nga lidhja social-demokrate e Maqedonisë kërkojnë, siç thonë, menjëherë të marrë guxim dhe të vendosë interesat dhe prioritetet shtetërore mbi ato partijake. Zgjedhje lokale, thonë nga partia, duhet të mbahen në afat më të shpejt të mundur, ndërsa zgjedhje parlamentare së bashku me ato lokale. Lidhja social-demokrate e Maqedonisë dhe shumica parlamentare duhet të mundsojnë funksionim të pandërprerë të njësiteve të vetqeverisjes lokale dhe në afat më të shpejt të mundur të votojnë vazhdimin e mandateve të kryetarëve të komunave dhe këshillave të komunave dhe qytetit të Shkupit, por të caktohet edhe data më e shpejt e mundur për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, thuhet në kumtesën e VMRO DPMNE-s. Nga partia theksojnë se mbajtja e zgjedhjeve lokale nuk ka asnjë lidhje me formimin e qeverisë dhe se lidhja social-demokrate e Maqedonisë nuk duhet dhe nuk mund të kërkojë justifikime për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, të cilat janë të rregullta dhe të domosdoshme. Nga lidhja social-demokrate e Maqedonisë konsiderojnë se kryetari Gjorgji Ivanov duhet menjëherë të jap mandatin dhe me atë të mundsojë që kryetari i partisë Zoran Zaev shpejt të formojë qeveri të re dhe atë ligjërisht të konfirmohet data për zgjedhjet lokale. Nga partia konsiderojnë, siç thonë, vendosja me data për zgjedhjet lokale si në lotë emisionesh përfundimisht jo serioze dhe nuk çon askund. Dhe se në VMRO DPMNE duhet të mbisundojë arsyeja, partia të veprojë në mënyrë konstruktive dhe të mundsojë që Maqedonia të shkojë përpara. Çdo ditë të re bllokade të proceseve demokratike shtohet në të, është dëm i ri mbi qytetarët dhe interesat shtetërore.